Shumë e rënd kjo që do të them unë, se ajo që ti po tenton Diu që ti shkon për te gjithmonë. Po. Ma dëgjoj. Thash kur I veshim me emra të përvetshëm, ngjarjet e caktuara atëherë fillojnë edhe ngatrohen historitë sepse na ngatrojnë portretet e tyre. Ajo që është e drejt për drejt dhe e pamohueshme ka të bëjë pikërisht me atë që Ceke gjithashtu po vet. Ke standardet e ndryshme për të njëjtin parim. Pra, në rastin e dy dosjeve, vendimi unifikues I gjykatës së lartë në një rast u interpretua në një mënyrë, në rastin tjetër u interpretua ndryshe. Dhe këtu dalim tek një nga plagët më të rënda të sistemit të drejtësisë, që janë standardet e dy fishta. Një I vetëm duhet jetë. Ne standardet e dy fishta kemi pasur në vetting. Kanë hequr gjykatës apo prokuror për një shtesë banese të kohës së Enver Hoxhës dhe kanë mbajtur në detyrë të tjerë të cilët nuk justifikonin 100 milion lek. E njëjta histori sot e verifikuar, prokurorë të ndryshëm bëjnë qëndrime të ndryshme për të njëjtën vepër penale, për të njëjtën çështje penale. Po të njëjtën gjë bëjnë edhe gjykatësit. Kjo është këmbanda e madhe e alarmit. Dhe tani, mbi këtë bazë, nëse do t'i vëmë fytyra kësaj gjë që ne po e flasim në parim është po, Ilir Meta mbahet ende përdhunisht në mënyrë kriminale, në mënyrë jo proporcionale, pa logjik, në një mas të zgjatur arresti në burg, zaten do të duhet të ishte që në krye të herës, jo brenda qelis, dhe tani po shkon gati 20 muaj atje brenda, ndërkohë që Rezitoj ke thënë apo përdoren dy standarda për kundërshtar të Ramazanit. Po ta them. Dhe madje që ta them sërish edhe në mënyrë më të divulguar, rëndësia e veprave penale për të cilën akuzohen, krahasimi që bëre me Akshin edhe me atë që akuzohet ish presidenti nuk kanë të krahasuar. Pjesëmarrja në grupi strukturuar kriminal ka dy faza. Krimi dhe drejtimi shkon nga 3 deri në 8 vjet burg, vetëm pjesëmarrja është nga 2 deri në 3 vjet burg. Sikur vetëm kjo të ishte, dukshëm që sipas kodit penal vepra e parë është shumë më e rëndë se e dyta. Aq më tepër, dhe ky është një detaj tjetër shumë domethënë që do nënvizuar, është që nëse në çështjen e parë sërish jemi në fazën e hetimit, në rastin e dytë hetimi ka përfunduar dhe tani jemi në momentin e hetimit gjyqësor. Pra, nëse do të kishte shanse do të kishte që të ndodhi në liri ish presidenti Meta. Bushat. Tani po e vijoj aty ku e la Lenci. Pra, edhe Lenci pranoi që kemi një drejtësi me 2 standarde. Ose dhe më shumë atje. Me kaq po mjaftohem. Një drejtësi me 2 standarde, po Lenci nuk ndoqi atë vesin e tij për ta çuar përtej. Dhe po tentoj unë ta çoj përtej. Mos është virtyt. Ose virtyt. Atëherë, kush përfiton nga këto 2 standarde? Se mund të kesh 2 standarde, po ke një drejtësi defektoze, jo profesionale, që I marrin vendimet njërë kështu, njërë ashtu, njërë të bardhë, njërë të zezë për të njëjtën çështje. Po kur e kthejmë te pyetja që shtroi Peka, pra a e kontrollon drejtësinë Edi Rama dhe a kanë qenë pothuajse këto 2 standarde gjithmonë në përfitim të pushtetit? Këtu lind pyetja themelore. Dhe nuk është vetëm Meta dhe Karçanaj, po është që ti sot 6 bashki fitoi opozita e vet. Një more e shkret, një more me SPAK dhe me GKKO. Një lider parti opozitare e ken në burg. Berishën Rrezik po e llogarisin që ta arrijë kulmin e procesit para zgjedhjeve. Pra, po pam të gjithë procesin nga këto 2 standarde, na del që këto 2 standarde janë të tilla sepse kemi të bëjmë me drejtësi politizuar dhe me drejtësi që punon për këtë pushtet dhe ky pushtet dihet është vetëm Edi Rama. Prandaj
në këtë kuptim, në qoftë se pranojmë konceptin e dy standardeve, në një farë mënyrë i kemi dhënë përgjigje pyetjes Pekës, që a e kontrollon Edi Rama drejtësinë, dhe analizimi rast pas rasti këtyre dy standardeve, gjithmonë këto dy standarde kanë qenë në dëm të kundërshtarëve të Ramës dhe në favor të Edi Ramës, si rasti Mirlinda dhe Ilir Meta. Mjafton ndonjëherë, qoftë edhe një përjashtim i vetëm që të rrëzoj rregullin. Rasti i Ilir Beqës. Ka përforcime që përforcojnë rregullin, ka përjashtim. Kurse unë po them, ndodh që qoftë edhe një përjashtim i vetëm, rrëzon rregullin, që sapo tham. Rasti i Ilir Beqës, nëse e marrim, natyrisht Edi Rama nuk do të ishte i lumtur të vazhdonte ta shikonte atë edhe më gjatë në burg. Nuk po flasim për pasionet e Edi Ramës, po flasim për ekuilibrat.